në fakt në udhëheqjen qëndrore apo në atë grupin kryesor, në atë leadershipin, si me thonë, e ngusht të partis, kemi ndryshim e emra shpesh, edhe zdi sa ja jap mundësin edhe regulativa ligjore për me bani gjatë tilë. Jemi dëshmitar që kanë ardhur njerëz në kryesi që nuk e kanë as nuk I kanë kalu ato testet e junioritetit ose senioritetit deri te partia. Më lejo, veç të them deri në fund. Esenca pra qëndron edhe në delegimin e autoritetit, edhe në mbajtjen e pushtetit, që në fakt ato krejt reflektohen. Dhe edhe një fenomen që unë e di që është problematike veçantë e Lidhja Demokratike është edhe zgjidhjet statutore nuk I ka bashkë të rregulluara. Ajo pretendon Lidhja Demokratike është pjesë e partive parlamentare evropiane. Ajo duhet me qenë shumë aspektin e shtrirjes së autoritetit duhet mi pas shumë të gjerë, jo të koncentruar të një individ, sepse deri sa statuti ja garanton që gjysmën e anëtarëve të kryesisë të propozon kryetari, gjë që për një pikë të tillë unë kom pas probleme kur kom qenë atëherë në atë udhëheqje. Faktikisht kom pas atë problem rreth zgjidhjeve statutore me Isa Mustafën, kur ju ka koncentruar drejta e kryetarit që të propozon gjysmën ose 2/3 të kryesisë pranë Këshillit Përgjithshëm, gjë që sjell mandej edhe sjellje arrogante të individit si kryetar, sepse kur I ka 2/3 ose gjysmën e anëtarëve të kryesisë që I ka zgjedh vet ose I ka propozu vet pranë kuvendit, pa dyshim që ai sillet ka një sjellje krejt tjetërfare, karshi një leadershipi që në fakt autoriteti është I shtrirë shumë dhe ka shumë siguresa të përgjegjësisë. E këtu të Lidhja Demokratike zgjidhjet statutare I kanë dhënë hapësirë aq të madhe kryetarit që nuk ka siguresa të feedbackut asnjëherë, a thuj jam ka punoj mirë apo keq. Faktikisht nuk e ka atë shkallën as dhënies së përgjegjësisë në shkallën e nivelit të autoritetit, se është principiale në leadership. Tani çfarë kemi parë së fundi? Sa më shumë që jap dikujt autoritet, çaq më shumë duhet të kesh përgjegjësi. E autoriteti dhe përgjegjësia thirrën në principet e leadershipit është paritet. Nuk mundesh ti me pas të drejta shumë e përgjegjësi fare, gjë që e kemi këtë sjellje. Nëse ty tu ka dhënë shkolla kaq e lartë të përgjegjësisë, duhet të japet edhe shkolla e të drejtave, duhet të japet edhe shkolla e përgjegjësisë në atë nivel. Kritika e parë në publik që doli profesor ndaj Abdigjikut u quajt armiqësore. Kur folim na për këto çështje, të jemi të qartë. Filozofia politike, qofte zotit Grajinca, qofte të tjerëve këtu në këtë panel, edhe shumë të tjerëve që rrim, faktikisht kur flasim për këto fenomene, të kupton opinioni se nuk është fjala këtu për njerëzit, është fjala për një parti e cila kemi në një farë forme paragjykimin pozitiv që këtë ylberin demokratik të Kosovës e plotson shumë mirë dhe është një aset I qëndrueshëm. Dhe kur flas unë në këtë aspekt, qoftë për kryesin, qoftë për strukturimin, qoftë për krizat e leadershipit, nuk janë sepse e pash në përmjetet e informimit në media e këto që zoti Abdigjiku, të gjitha ta që kanë pas qoftë kritika pozitive ose negative, karshi Lidhjes Demokratike I ka qujt ose njerëz që janë lik, ose njerëz të paguar, armiq ose diçka. Nuk është fjala këtu për atë. Filozofia politike imja, kur flas për veti, është e tillë që unë I besoj këtij procesi. Mu për atë, kur flas për te, flas pak edhe në aspektin që më dhimbset si strukturë. Nuk e thom krejt sa për kritik, edhe pse të gjitha këto kritika mund t'i argumentoj në çdo kohë. Mirë. Atëherë, partia është demokratike nga brenda, ka demokraci deri në momentin kur nuk kritikohet kryetari. Kjo është fenomen tash vetëm I LDK-s apo kjo është gjithandej e pranishme të LDK-ja politike? Të LDK-ja mendoj që është... Se vërtet të quajt armik ishte zonja Shqipe Pantina, cila e para në publik kritikoi Abdigjikun dhe me njëherë
u quajt armiqësore ajo kritik. Pra nuk u pranuam kritik. Kjo ishte qasje e gabuar, krejtësisht e zotit Abdigji, ku ka dhe veprime tjera cilat janë të pakuptueshme, ta zëm bojkotimi i televizionit publik, po zonë. Nuk shkojnë në televizionin, nuk e kuptoj çfarë përfitojnë ata që bojkotojnë televizionin RTK-n. Thjesht nuk e kuptoj. Ndoshta ka dhe mediume tjera që i bojkotojnë, që unë nuk e di, por RTK-n e di. Dhe nuk arrit ta kuptoj. Çfarë përfitojnë? Ka preferenca, se në cilat mediume të paraqiten e në cilat jo. Kjo është absurde në kohën e rrjeteve sociale, në kohën kur ke 7, 8, 9 qendra televizive në Prishtinë, po nuk arrin është absurde kur je opozitë dhe edhe më shumë. Në debatet në RTK do të thotë ata nuk ishin pranishëm fare. Nuk e di nëse kanë qenë në koha, por në RTK nuk kanë qenë në debatet e parazgjedhore. Por desha të them kthe, kjo është krizë radhës e LDK-s. LDK janë nga koha kur zoti Rugova ka ndru jetë, përjeton kriza ciklike. Ndoshta edhe është mund të shpjegohet me një fenomen tjetër. Lidia Demokratike ka qenë lëvizje nga viti 90, do të thotë, ka qenë lëvizje, nuk ka qenë parti deri në 99, nuk ka qenë parti në kuptimin klasik. Dhe rëndëm lëvizjet politike të tilla çfarë ka qenë Lidia Demokratike, pas shëndrimit në parti politike kanë probleme. Kanë ndodhur kështu edhe në Poloni me Solidarnostin e Lech Walesës, kanë rezistu shumë herët për përmbysur komunizmin, por kur komunizmi është përmbysur, ata nuk janë gjendur mirë, edhe ajo forcë është zhbë. E njëjta ka ndodhur edhe në Çeki. Derisa ka qenë gjallë Václav Havel, ka dominu skenën politike, sepse ka qenë lider karizmatik, shumë i fuqishëm, me vdekjen e tij, partia e tij është gati është duk nga skena politike dhe kam përshtypje që e njëjta është duke ndodhur edhe me LDK-n, por në një distancë pak më gjatë kohore. Në momentin në këtë fazë, përpjekja atyre për të reformu në këto 5-6 vitet e fundit, mendoj se ja kanë huqur për një arsye shumë të thjeshtë. Do të thotë e kanë largu gardën e vjetër, ta them kushtimisht. Gardën e vjetër e cila ka potencial madh, e dyta ka bastione ku vilen votat, e ka humbur, do të thotë e ka largu gardën e vjetër, ndërka ka targetu popullatën e re, me ripërtritje, do të thotë. Por atë nuk ja ka arritur asaj, sepse ajo popullat ka shku të ma shumë të vetëvendosja, kështu që ka humbur, do të thotë, garniturën e vjetër me te edhe votat e tyre, ndërkat që nuk ka arrit gjeneratën e re. Unë mendoj, më falë, veç një plotësim, nëse më lejohet. Unë mendoj se